Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në studion e emisionit Pa Gjurmë. Jemi live këtu në ekranin e Report TV, ku si çdo ditë dhe ditën e sotme do të jemi rreth 1 orë në transmetim dhe në fakt të tjera historik ishin përgatitur ditën e sotme, por rreth orës 2 të drekës, 2 orë përpara se të ishim në këtë transmetim, një rast urgjent na vjen në redaksinë e emisionit Pa Gjurmë. Një nën kërkon ndihmë nga Tropoja për vajzën e saj 16 vjeçare që është larguar nga banesa, nga shtëpia të shtunën e kaluar, konkretisht në datën 20 dhjetor, dhe bëhet fjalë për Renisa Mulaj, dashur miq, kjo 16 vjeçare nga Tropoja, por me banim me familjen e saj në Tiranë prej disa vitesh, është larguar nga shtëpia pa njoftuar askënd që prej 20 dhjetorit e theksoi të shtunën e kaluar dhe drejtimi ngelet i paditur. Ndaj ditën e sotme vendosëm që të ndryshonim dhe të anullonim emisionin me mirëkuptimin e të ftuarve që mbërritën në Report TV për të hyrë sot në këtë transmetim live me rastin urgjent të Renisa Mulaj, pasi bëhet fjalë për një 16 vjeçare të humbur dhe familja e saj është vendosur në merak. Nëna Rovena Mulaj ndodhet me mua në studio dhe menjëherë dua ta përshëndes. Përshëndetje dhe mirë se erdhe. Përshëndetje dhe përgëzimi për emisionin. Po çfarë ka ndodhur me vajzën? Unë si për ditë isha ke puna, pa atë ditë lash pak më herët, edhe isha tu hik me autobus nga instituti për Kekthesa Kamzës. Ju jetoni konkretisht në Tiranë, ku, në çfarë vendi? Po, Malazian, Kekthesa Kamzës. Po. Edhe pash gocën me një gocë tjetër, atë gocën e një pak a shumë. Shoqja bashkëmoshatarja. Shoqe bashkëmoshatare janë, e kalun rrugën edhe dulen në krah tjetër të rrugës, në krah të autobusit që isha une. U ktheva mrapa, ta shifja, ti flisja, ku shkon? Miku, nuk e pash më. Tu zhdukle të themi nga syt dhe nuk e pe. Unë prita, hase po vje tani, hase po vje pastaj fare, u jetë natë, mora këtë gocën në telefon, jo, thot se kam pa. Si ta mohoj, se ti e pe me sytë e tu që vajza ishte me atë? Jo, nuk ma mohoj kjo goca që e kam pa, po të parmram më tha që ka flet kë shtëpia ime. Atë vajza kishte ikur dhe një natë para nga shtëpia? Jo, atë natë, po të nesmen më tha mu ka flet... Po ju kishte njoftuar që... Jo, fare, po dilte me shoqet, kala ma fmi, minore... Po, edhe mosha shumë delikate, le të themi 16 vjeç? Shumë delikate, dhe punën që ka mune është punën nga rkuqë, asë mune len, asë mune len pa kanë i zoti punës aty, a kupta. E dashur Rovena, të mirë kuptoj, sinqerisht, sepse jam vetë në moshën tënde, unë kam djalin 16 vjeç, dhe të mirë kuptoj kaq shumë sa ndonjëherë edhe unë gaboj me fëmijët e mi. Këto orët e zgjatura, të pafundme në punë, harrojnë fëmijët dhe mosha e tyre ka nevojë për kujdesin ton dhe ndodh që fëmijat i ikën, të bën hatan dhe nuk di se ku ta kërkosh. Dhe sinqerisht më vjen shumë keq, do me thënë që u bë disa ditë që nuk i ke dëgjuar zërin dhe nuk e di se ku fle, ku ha, ku pi, ku shëstrehon. Kjo është e keqja. Kurse kjo goca më tha një numër telefoni mu, edhe më tha fol një herë pyti. Mora unë atë numër telefoni, më dul një gru. Thash kështu ma ki pa gjë gocën? Tha jo, tha po pyes gocat ke shtëpia. Okej, thash në rregull. Do ma rrëfesh me detaj historinë e sotme dhe me shpresën që të gjithë ata që janë duke na ndjekur në këtë transmetim mund të na ndihmojnë sot me informacione për këtë 16 vjeçare me emrin Renisa Mulaj që ka ikur nga shtëpia që prej të shtunës dhe nuk është kthyer më në shtëpi. Nëna e saj Rovena ndodhet me mua në studio, e shqetësuar për të bijën, me shpresën që dikush mund të na ndihmojë, pra bëj thirrje kushdo që e ka parë Renisa Mulaj, por dhe vetë kjo 16 vjeçare, nëse është duke na ndjekur në këtë transmetim live drejt për së drejti, është e lutur të telefonoj, sepse gjithë familja është vendosur në merak, tashmë denoncimi në polici, po bëhet edhe mediatike me shpresën që ajo është mirë dhe si ka ndodhur asgjë e keqe. Por si ka humbur Renisa Mulaj, unë dua të prezantoj një material, një kronikë të shkurtër që kemi përgatitur dhe rikthehemi në studio. Që për ditës së shtunë më 20 dhjetor 2025, familja Mulaj po përjeton ditë të vështira dhe të mbushura me ankth. Renisa Mulaj vetëm 16 vjeçe, me origjinë nga Tropoja rezulton e humbur, pasi u zhduk në Tiranë në zonën e Kamzës. E mitura është parë për herë të fundit rreth orës 11:30 të paradites në terminalin e Kamzës dhe që prej atij momenti nuk ka asnjë lajm për të. Në ditën e humbjes ajo kishte veshur xhinse dhe një xhup të zi, ajo nuk kishte telefon personal me vete, çka e ka bërë të pamundur kontaktin e drejt për drejt me të. Kontakti i fundit është realizuar përmes telefonit të një shoqeje, ku Renisa ka dërguar një mesazh duke kërkuar 100 lek. Pas këtij mesazhi, edhe ky numër telefoni rezulton i fikur, duke rritur më tej shqetësimin për fatin e saj.
Kalimi i ditëve pas një informacion konkret ka thelluar pasigurinë dhe frikën e familjarëve përballë mungesës së çdo gjurme. Nëna e Renisës Rovena Mulaj ka vendosur të dalë publikisht për të kërkuar ndihmë. Ajo është paraqitur në emisionin Pa Gjurmë, ku ka denoncuar zhdukjen e 16 vjeçares dhe ka kërkuar mbështetjen e publikut për zbardhjen e këtij rasti. Kjo është historia e kësaj adoleshente dashurmiq që është larguar nga shtëpia të shtunën e kaluar. Prej datës 20 dhjetor, familjarët e saj nuk kanë asnjë informacion për vajzën e tyre Renisa Mulaj. Dashur Rovena, e kuptoj që kur shikon fotot, ndjesinë dhimbjen që përjeton, padyshim të mirë kuptoj për këtë pjesë. Por marrëfej historinë, mblit forcat për të më treguar me shpresën që këto minuta të këtij transmetimi live të jenë të dobishme për ty, për familjen tënde, për vajzën tënde që ajo të kthehet në shtëpi. Çfarë ndodhi? Ajo iku të shtunën nga shtëpia. Më tregon momentin që u largua nga shtëpia. Po, me shkrujti me atë telefonin asaj gocës që ishte. Ajo iku të shtunën apo të premte në darkë? Të shtunën, e shtunë ka qenë. Dita e fundi që është larguar nga shtëpia. Edhe si rregull nuk lan shumë lekë ke shtëpia, se i kam edhe çunat, edhe thomi i prishin kot. A kupto? Edhe më thot mama ti marr këtë dyqanin 1000 lekë që më duan, thash po më i merri. I thash oj gos, thash a do vish ke shtëpia? Se kishte dalë në mëngjes, a kupto? Kishte dalë që në mëngjes të shtunën nga shtëpia. Po, kishin shku prap ishin kthy, kishin ngrënë bukë në tavolinë aty, i gjeta që kishin ngrënë bukë me bashkë me atë gocën. Me shoqen e saj. Me shoqen e saj. Edhe i thash unë po merri, okay, i ka marrë se më ka shkrujt ma. Domethënë, por ti kur u ktheve nga puna nuk e gjete vajzën në shtëpi. Jo, fare. Por vëllezërve çfarë i kishte komunikuar? Asë gjë, thjesht jam të dalë me shoqet edhe kaq. Se nuk s'është se ja kena prish shumë. A di se i gocë kam 3 çuna e gocë. E kishte të vetme. Po, e kam të vetme, edhe sikur e kena vazhduar. Djemt janë më të mëdhenj në moshë apo më të vegjël? Më të mëdhenj moshë. Më të mëdhenj. Por ata nuk, le të themi, vllai për motrën, le ta themi që është paksa fanatik, xheloz, nuk e tolerojnë që të dali me orë të tëra nga shtëpia. Ata nuk, le të themi, nuk u vendosën në merak, duke ditur që ti ishe në punë, nga mëngjes deri në darkë, nuk u vu në merak që kjo motor ka ikur në mëngjes, erdhi vetëm hëngri buk, iku prap, nuk e pyetën ku do shkosh. Po, e kanë pyet ku do shkosh, po jam këtu në lagje, ka thonë. Jam këtu në lagje, aty mrena përmena Malazian, kompleksit. Nuk e kanë ditë që ka dalë goca jashtë. Kompleksit. Po shkova unë e ju thash, e keni parë nisën, këtu në lagje është, thash, jo, ka kalu terminalin, thash, po nuk e pash ma. Ti u ktheve nga puna të shtunën, dhe ndalemi këtu në momenti kur ti e pe vajzën tënde në rrugë. Në rrugë, me isha në shoqen e saj. autobuzun. Isha në autobus të u kthy këtej, me arë ke shtëpia. Dhe me njerë zbrite nga autobusi që të flisje me vajzën. Po më shduk nga sytë, nuk e pash. Ajo të pa? Ja. Nuk të pa? Ja. Çfarë rrugë ndoqi dhe ku shkoj ti nuk e di? Ja, asë gjë nuk e di. Thjesht mrapa e mora vesh që ka flet ke një shoqe vite. Ajo jeton në Astir, më duket. Por kjo shoqja që ka fletur atë natë, ishte kjo shoqja që e shoqëronte apo një shoqe tjetër? Jo, ishte një tjetër, një flok zez, si bëj shell. Nuk e njifje? Jo. Çfarë moshe kishte kjo shoqja? Ajo është diku të 23 vjeç. Por ajo nuk ka shoqe me vajzën tënde, 23 vjeçare, me një 16 vjeçare, çfarë i lidh bashkë? Atë ditë me atë shoqërohej. Nuk të kishte bërë përshtypje që kjo vajza juaj shoqërohesh me vajza më të rritura? E mora vesh mrapa unë që është në moshë, sa ajo për pamjen kështu ndukje nuk u dukte as në moshë. Por mirë, ti vajtje në shtëpi, le të themi, je shqetësuar që vajza nuk po kthehej? Shumë. I re telefonit të saj? I rash, telefon goca nuk ka, i rash ati numri që më shkrujti edhe ma ka fik telefonin. Se vajza nuk ka një telefon? Jo, nuk ka. Dhe ajo të ka shkruar nga një numër tjetër? Kujt i përkiste ky numri? Ky numri i përkiste Albana Markaj. E njihje ti? Jo, thjesht e mora vesh mrapa si ka emrin. Dhe kur e more në telefon? Ma fiki. Nuk e folur fare? Ja, ma ka fik telefonin, e ka të fikun. Por vajza juaj përveç shoqërisë, e madhe ishte në moshë dhe kjo? Albana që të ka marrë? Po, kjo Albana, po. Vajte e takove? Jo, ma kanë fik telefonin, pra, s'kam as i kontakt më me ata. E ke numërin e telefonit? Po. Sepse duaj që të ma vësh dispozicion ditën e sotme për ta telefonuar në këtë transmetim live këtë vajzë 22 vjeçare me emrin Albana për të na treguar se çfarë ka ndodhur me vajzën tënde. Por ndalemi pak, ti menjëherë takove shoqen që e pe në rrugë. Atë e pyete? E pyeta në telefon se ja kisha numrin se më kishte marrë goca shumë herë me atë numër.
Po, edhe e pyeta. Unë, thash kështu Renisa, tha, nuk e di, tha, më duke tha se ashtë me Albanen. Se kishin kontaktu bashkë të dy, gocat, me këtë moshatarën e vetë. Kjo që ishte shoqëruar ditë, nuk ishte moshatara me këtë. Ishte 23, 22, aty. por e pyetet, sa ka qëndruar gjithë ditën me vajzën tënde. Po, Nuk e kishin shkuar, ku kishin vajtur. Dje me dha një numër telefoni, tha pyet një herë në kamës. Po që shkjo histori tani, vajza juaj në këtë numër mund të këtë shkuar atje, mund të këtë shkuar atje. Me atë gocën, pra, me atë gocën që shoqërohej, a kupta? Ju nuk e keni njohur shoqërinë e vajzës? Jo. Një shoqëri e mirë apo e keqe, le ta quaj? E ka një shoqë të mirë, po me ato që se kam pa një herë, me ato që ishte atë ditë. Jo, personat që mendohet që vajza juaj mund të jetoj këto ditë, janë njerëz. O, kjo që shoqërohej tani, për shembull kur e kam pa unë e çtunën, se besoj sa shoqëri e mirë. Prandaj jam meraku. Se gjithë meraku këtu është dhe tek mua. Po, pra. Kur po më tregon, do më thënë që vajza mund të shkuar atje, mund të shkuar atje, sepse kush është kjo familje që mund të hapi derën, të mbajë me ditë, me net të tëra një vajzë të panjohur, për çfarë arsye, për çfarë qëllimi, ndërkohë që nëna e kërkon, ka bërë një denoncim polici, po vjen në studio. Po pra, këtë është meraku im, prandaj jam drejtu emisionit juaj. Me kë ke arritur të flasësh deri në këto momente, por më lejo të kaloj në një hapësirë reklamash, më duhet të prezantoj një këshill mjekësore, do rikthehemi të dyja së bashku në studio për të më treguar të tjera detaje dhe të më japësh numrin, dhe unë dua që ditën e sotme ti telefonoj në transmetim këtë vajzë 22 vjeçare ku dyshohet se e strehon Renisa Mulaj. Mirë, jemi rikthyer në studio dashumiq dhe ditën e sotme po flasim për zhdukjen dhe humbjen e një 16 vjeçare nga Kamza, bëhet fjalë për Renisa Mulaj, e cila është larguar nga banesa e saj të shtunën e kaluar, konkretisht në datën 20 dhjetor, dhe drejtimi është i paditur. Nëna e saj, Rovena, po tregon momentet e fundit që ka parë të bijën, ajo është larguar, nuk ka patur një telefon me vete dhe nuk dije se ku ndodhet. Kushdo që e njeh Renisa Mulaj, kushdo që e ka strehuar këtë 16 vjeçare, ju bëj thirrje nga ky transmetim të na telefonoj, pasi familja është vendosur në merak për disa ditëve, janë në kërkim, por nuk kanë gjetur asgjë për Renisa Mulaj. E dashur Rovena, dua të pyes, me kë ke arritur ti të flasësh deri në këto momente? Me mikeshat, shoqet e saj që janë më të rritura në moshë? Kjo goca Megi me dha një numër të një goce në Kamës, që ishte shoqëru goca ime para se me humbon kontaktet me ta. Po? Edhe ajo më tha, jam ke puna, më tha, më doli e ama aty në gocave, Po? jam ke puna, po shkoj ke shtëpia edhe po shaf. Ka shku ke shtëpia e ka gjetë gocën time aty. Dje në mëngjes, nga ora 11. I bie që atë ka gënjur ty? Kështu i bija atëherë, pra. Se të ka gënjur, sa e fillimisht të ka thënë që nuk është me mua, ka shkuar në Astir, ndërkohë që ditën e djeshme, vajza ka qenë aty. Po, edhe i ka thënë, më jep sa rrobat ndrohem. Edhe i ka thënë, rroba ndru, i ka thënë, kjo gruaja po të kërkon mami. I ka thënë, mirë se do shkoj në shtëpi. Edhe ka ikë, merr vrap ka dalë, tha, dole si për sekonda thamë ka ikë nga syt. Por ti me Megi nuk e ka rritur do të flasësh, atë ka shoqe, dhe ajo mund të di shumë sekrete. Kam fol, kam shkrujt, thot nuk e di, thot nuk më ka marrë në telefon, nuk më ka shkrujt, nuk kam asnjë lloj kontakti. Por që ka qenë te shtëpia përpara... Por që ka ikë ke shtëpia e mas, nuk e din ajo. Por çfarë i ka thënë atë ditë Megit, vajza jo? Thjesht do ikë ke shtëpia, i ka thënë. I ka thënë edhe ajo, ikë ke shtëpia, ka thënë po, do ikë ke shtëpia, edhe unë se kam pa mësi. Më lejon ta telefonoj, ti më vure në dispozicion numrat e 2 mikeshave të Megit dhe të Albanës, 2 mikeshat e vajzave, vajzat që janë shoqet e vajzës tuaj Renisa, do t'i telefonoj në këto momente me shpresën që ato do më përgjigjen dhe po më ndjekin nga ky transmetim, pasi bëhet fjalë për një vajzë të vogël që ka humbur kontaktet dhe nuk dije se çfarë ka ndodhur me fatin e saj me Renisa Mulaj. Do presim që të kemi Zilën e telefonit. Zilja po bie dhe regjia do më ndihmoj. Uroj që Megi të na hapi telefonin. Alo, përshëndetje. 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 Me Megi flas? Po. Megi, më falë që të shqetësoj, unë jam Odeta Dumej, një gazetare nga emisioni Pa Gjurmë. Ditën e sotme në studion time po kërkohet për humbjen e shoqes tënde Renisa Mulaj. E mbylli. Po diçka nuk shkon këto. Prandaj pra.
Mirë, unë nuk do ndalem këtu, do e telefonoj edhe një herë nga numri im, sepse jemi në këtë transmetim, dhe duke ditur që Megi është personi fundi që ka pasur kontakte, të marri guximi, të hapi telefonin, nuk po akuzon askusht, të na tregojë se çfarë ka ndodhur ose ndoshta çfarë i ka thënë kjo 16 vjeçare, me shpresën për të arritur sa më shpejt në kontaktet e saj, bëhet fjalë për një vajzë të vogël, mund të gënjehet nga persona të rritur, mund të shfrytëzohet dhe jeta e saj mund të jetë në rrezik. Nuk e dinë nëse do më përgjigjet Megi. Ne jemi në këtë transmetim dhe padyshim që ndiqemi dhe nga policia. Do pres deri në zilën e fundit që kjo vajzë më hapi telefonin, edhe një herë theksoj, ne nuk jemi këtu për të akuzuar, por jemi këtu për të mbledhur informacione dhe për të arritur në gjurmët e 16 vjeçares Renisa Mulaj, që është larguar dhe ka humbur çdo lloj kontakti me familjen. Nëna e saj Rovena po tregonte detaje për humbjen e vajzës dhe të jep përshtypjen që ajo vajzë mundet edhe të shfrytëzohet në këtë jetën e vështirë të kryeqytetit në Tiranë. Mirë, Megi nuk na u përgjigj. Telefonova nga numri i studios, e ka marrë nga numri im personal dhe ajo nuk e hap telefonin. Gjithsesi unë do mundohem edhe në aplikacionin WhatsApp t'i dërgoj një mesazh Megit për t'i thënë që nuk është qëllimi të ta akuzojmë, por të na ndihmosh me informacione. Thjesht fakti që fiku telefonin ndoshta nuk do të bëhet mediatike, por edhe pas kujtave mund të na telefonoj. Më ke vënë në dispozicion Albana edhe numrin e Albanës, ku dyshohet se është strehuar vajza juaj në Astier, pas të shtunës. Po. Me Albanën ti nuk e folur, ata ka mbyllur telefonin. Ma ka fik telefonin. Po i ke denoncuar në polici këto emra? Ja. Por qa pret? Si kam denoncuar në polici, thash, të vi këty, besimi është këty. Jo, absolutisht bëre mirë që erdhe në një studio televizive, por gjëja e parë du të shkosh dhe në polici dhe pas një transmetimi, të lutem, shko në polici, bëj denoncim për humbjen e vajzës, është 16 vjeç. Po, thash ma para të vi ke ju, sepse emisioni ju i ka bërë shumë mirë njerëzve, ka gjetë shumë njerëz, një emision human, edhe thash të vi ke ju. Uroj që ditën e sotme realisht të kemi një përgjigje nga vajza juaj apo nga personat të cilët mund të kenë informacion, mund të na telefonojnë ditën e sotme, por do mundohem në këto momente të telefonoj edhe vajzën tjetër nga Astieri, ku dyshohet se prej disa ditëve Renisa 16 vjeçare mund të strehohet në banesën e Albanës. Uroj që Albana të më përgjigjet. Numri Vodafone që thirrët mund të ketë fikur telefonin. Ka fikur telefonin. Është numër i fikur. Të lutem, duhet denoncuar në polici. Në këto momente, sa të mbaroj ky transmetim, do të bërë denoncimi, padyshim do na kesh dhe ne në krah ndihmë për gjetjen e vajzës. Ndërkohë që i kam dërguar një mesazh Megit në WhatsApp, është online, por ende nuk më ka kthyer një përgjigje. Uroj dhe shpresoj që ajo të më kthejë një përgjigje, por dhe ju të dashurmiq që jeni duke na ndjekur në këto momente, na ndihmoni me informacione për këtë 16 vjeçare me emrin Renisa Mulaj, që fatkeqësisht rezulton e humbur për familjarët e saj prej disa ditëve, prej të shtunës, 6 ditë, le themi përafërsisht një javë, dhe nuk dije se çfarë ka ndodhur me fatin e saj, ku është strehuar. Dhe gjithë meraku i kësaj nëne është se ndoshta vajza mund të shfrytëzohet, duke menduar moshën e saj të brisht, mund të ketë rënë pre e personave më të rritur, dhe kjo është një fatkeqësi dhe është dhimbje që realisht ti përjeton. E dashur Rovena, por babai i vajzës, bashorti? Po, ajo është në punë. Është në punë, prandaj. Por vëllezrit? Gjunën e madhe kam burë për momentin, fatkeqësia e juna familjare. Më vi ka keq, po? Edhe këto dy tjerë janë shkolla, kupta. Si arriti të zbuloj që numri që t'u dha jeton në Astier, apo ta tha Megi? Ma tha Megi.
Por pse nuk e ke marrë guximin të shkosh në Astri për të takuar këtë zonjë, të grua, nuk e di. Ka fik telefonin, pra nuk kam si lidhe, unë e ka fik telefonin. Në atë moment që e ka marrë vesh ndoshta që unë po e kërkoj, e ka fik telefonin. Frika jote më e madhe kush është? Frika është që ajo është një vajzë rritur, ajo që shoqëron vajzën time, është në trafikim, ku t'i gjë unë, nuk e di, inshallah nuk është, po ato e kam frikë. Më mirë se ju nuk e një askush Renisën, pa dyshim, jeni nëna. Kishte sjellë probleme Renisa në familje, ose kisha arritur ti të kuptoj që ndoshta vajza po bënte, ishte ndryshuar dhe po bënte një jetë më ndryshe se sa duhet të bëni bashkëmoshatarët e saj? Jo, nuk është se ka thënë në ishej kështu, thjesht kishe qef me nejt me shoqet, më argëtu. Nga që kam 3 çuna në shtëpi, edhe unë në punë, paradite. E toleroje dhe e lije ndoshta me orë më të zjaturat e shoqet për të qëndruar. Nuk u largote nga lagja shumë ajo, nuk u largote, rrita aty në lagja, a kupta. Por një ditë përpara të kishte shprehu në një diçka? Jo, asgjë. Është hera e parë që largohen të lloj forme. Po, është hera e parë. Prandaj jam po merak. Por fatkeqësia më e madhe për ty si nënë është se ti nuk ja njeh rrethin shoqëror me të cilën ajo shoqërohej. Po pra. Dhe nuk di këtë takosh dhe këtë pyesësh. Dhe më thekë, është e vetmja, mes 3 çuna i gocë. Nëse vajza të ndishte, çfarë do i thoshe nga ky transmetim? Do i thosha që të kthehet në shtëpi, mami e don shumë, vëllezërit e don, babi vetë e don, gjithë e don të kthehet në shtëpi, nuk ka arsye që të hike. Asnjë lloj arsye nuk ka. Ai nuk ka patur ndonjë zënk, le të themi, me vëllezërit, me babain, ndonjë hatërmbetje që ka ikur në këtë lloj forme? Po ndoshta edhe janë për momentale, a kupto, po nuk duhet deri në këtë pikë na çuaj ne, a kupto. Deri në këtë pikë që ta kërkojmë në një emision, drejt për drejt. Se vllajt flet për të mirë, nuk flet për të keq. Vllajt thot mos dil se e njeh botën si është, se janë çuna, e shohin, ngjojnë. A kupto? Prandaj dhe pak më parë të thash që ndoshta një vllai i rritur është më xheloz, më fanatik për motrën e vogël dhe e monitoron dhe po, është logjike që vllai për motrën është xheloz. A kupto? Ajo nuk ka pse mërzitet pse i fol vllai, pse i fol mami, pse i fol babi, a kupto? Duhet i kuptoj gjanat se edhe në atë moshë krejt pa pjek me sa 16 vjeç për më poshtë 17. Në kushte thonë që duhet hike nga shtëpia, të na torturojnë në këtë formë. Se ne jemi shumë keq, përjetojmë shumë keq. Këto ditë që ajo nuk është në shtëpi. Normal. Por vajzave të cilat mund ta kenë strehuar, çfarë do i thoshe? Unë do ju thosha që ta kthej vajzën ke shtëpia, nuk do të kenë asnjë problem me mua, asnjë gjë, thjesht ta kthej vajzën. Nuk ka pse e marr një vajzë rritur 23 vjeçare, një minorene 16 vjeçare. S'ka arsye. Pse duhet ta strehoj? Pse duhet ta strehoj? Arsye pse duhet ta strehoj? Ose të hapi telefonin, të përgjigje, të tregoj ku është goca. Këtë kërkoj unë, ta di që ku është goca. Unë uroj që këta njerëz që mund të strehojnë vajzën tuaj me qëllime të këqija, të na ndjekin nga ky transmetim, uroj dhe shpresoj të reflektojnë sa më shpejt dhe uroj që mbrëmjen e sotme vajza të kthehet në shtëpi. Ta them me zemër, kështu që dua të bëj dhe një thirrje në këto momente përpara se të përcjell dhe të falenderoj që të pata në studion e emisionit Pa Gjurmë, Renisa Mulaj Dashumiq është një 16 vjeçare tropojane me banim në Kamz me familjen e saj që është larguar nga shtëpia mëngjesin e 20 dhjetorit të shtunën e kaluar dhe drejtimi është i paditur. Dyshohet sipas nënës se vajza e saj Renisa 16 vjeç mund të strehohet nga një vajzë e rritur me emrin Albana në zonën e Astirit, po i bëj thirrje edhe Megit, shoqës së saj, mikeshës së saj që e ka strehuar në shtëpi, të gjej guximin, ndoshta jo në një transmetim live, po pas kujtave t'i shpjegojë nënës se çfarë ka ndodhur me të bien nëse ajo vërtet di diçka. Kështu që kushdo që ka informacion për Renisa Mulaj, por dhe vetë Renisa nëse është duke na ndjekur, duhet të kthehet në shtëpi tek nëna, tek babai, tek vëllezërit, sepse si familja nuk ka. Nëse nuk do nënën dhe babain, harrohet të duan të tjerët. Kjo është e sigurt. Kështu ta them me zemër, ne do mbetemi bashkë në kontakt, ne do të vazhdojmë historinë edhe në ditët e fundit, sigurisht me historinë e vajzës tuaj, çdo informacion që do vi, do t'ju përcjellim, por uroj që kur të më telefonosh të më japësh lajmin e mirë që vajza u kthye në shtëpi. Faleminderit. Faleminderit Rovena që të pata në studio. Faleminderit. Mirë, me historinë e Renisa Mulaj Dashumiq, kemi ardhur në fund të kësaj pjese, do kalojmë në reklama dhe rikthehemi sërish bashkë live.
Mirë dashur miq, jemi rikthyer në minutat e fundit televizive për ditën e sotme dhe dua të sjell në fokus historinë e një 53 vjeçari Dibran që është i humbur për familjarët e tij nga Greqia. Bëhet fjalë për Gani Dardeshin dhe regjia do më ndihmoj me foton dhe pasaportën e Gani Dardeshit, një i ri në atë vit 1992 që u nis me plot ëndra prillin e vitit 1992 drejt Greqisë, por fatkeqësisht humbi çdo lloj kontakti me familjen e tij dhe nuk dihet se çfarë ka ndodhur me fatin e Gani Dardeshit. Nëse është shëndoshë mirë, është gjallë dhe ndodhet diku, ai sot i bie të jetë plot 53 vjeç. E sjellim sot në fokus të histori me kërkesë të familjarëve, gjithnjë me shpresën që mund të ketë ndonjë lajm, ndonjë informacion në këtë fund vit. Dhe e urojmë jo vetëm për Gani Dardeshin, por për të gjithë personat e humbur që trajtohen në këtë studio. Por kush është historia e Gani Dardeshit? Si ka humbur ai kontaktet me familjen dhe çfarë dyshojnë këta të fundit? Dua të prezantoj një material dhe rikthehemi. Zhdukja e mistershme e 53 vjeçarit me origjinë nga Dibra na kthen 32 vite pas. Gani Dardeshi ishte një 21 vjeçar kur vendosi të emigrojë drejt Greqisë për të punuar, me qëllim për t'i ardhur në ndihmë familjes së madhe me 6 fëmijë. Me të mbërritur në Greqi, i fundit që e takoi ishte daja e tij, të cilit i kërkoi një punë, por ky i fundit nuk mundi t'i siguronte. Në të tilla kushte, ai u largua për të kërkuar punën që kaq shumë dëshironte ta gjente, por fatkeqësisht nga ai moment i riu shkëputi çdo kontakt me familjarët e tij. Kur kaluan 7 vite nga zhdukja e tij, në familjen Dardeshi u ndez një dritë jeshile për djalin e humbur. Një fshinj i tyre kishte takuar 2 zonja nga Kosova, të cilat pretendonin se kishin dieni për vendodhjen e Ganiut. Sipas tyre, i riu kishte emigruar në kontinentin e largët në Amerikë. Ky ishte informacioni i vetëm i cili mbërriti në familjen e Ganiut. Gjithashtu, asemrat e 2 zonjave që dhanë këtë informacion nuk u mësuan dhe kështu pista e Amerikës mbeti enigmë. Edhe pse kanë kaluar plot vite nga zhdukja e Ganiut, familja Dardeshi nuk kanë rreshtur kurrë së kërkuarit të riu në asaj kohe, i cili sot ka mbushur plot 53 vjeç. Kjo është historia e Gani Dardeshit, dashur miq, 20 vjeçari e atij viti 1992, pasi ka kaluar plot 33 vite dhe nuk dihet se çfarë ka ndodhur me fatin e tij. Kushdo që ka informacion është i lutur të lidhet me redaksinë e emisionit Pa Gjurmë, vazhdimisht i jap kontaktet. Çdo ditë që jam në transmetim live, i jap kontaktet. Kemi 2 numra në dispozicion, një numër fiks dhe një numër celular që ndodhet poshtë ekranit tuaj, por mund të na shkruani dhe në faqen tonë të Facebookut Pa Gjurmë Report TV. Mirë, nga fotoja e Gani Dardeshit do të kalojmë në një tjetër histori të vjetër në kohë. Do të flasim për një tjetër person të humbur nga Librazhdi, që quhet Hysni Peshku, dhe ai ka humbur kontaktet me familjen në 2 gusht të vitit 1992 dhe familja Peshku ka plot 33 vite që nuk ka asnjë informacion për të. Ka qenë një 18 vjeçar i asaj kohe që la bashkëshorte në shtatzën dhe u largua drejt Greqisë, por nuk dihet se çfarë ndodhi me fatin e tij. Sot i biri i tij është 33 vjeç, e kërkon babain, nuk e ka njohur kurrë, nuk është rritur me dashurinë e tij dhe nëse Hysni Peshku është shëndoshë mirë, ndodhet diku, është plot 51 vjeç. Dua të prezantoj materialin edhe për Hysni Peshku nga Librazhdi dhe rikthehemi. Hysni Peshku është një tjetër emigrant i cili rezultoni humbur me vite. Ai ishte djali i madh i familjes kur pasi u martua në vitin 1991, një vit më pas vendosi të largohet drejt Greqisë bashkë me 2 fshinjët dhe 2 kushërinjt e tij. Hysni u la bashkëshorten shtatzën dhe u largua drejt tokës helene. Ishte 2 gushti i vitit 1992, kur Hysni Peshku, Majdin Musta, Artan Ibrahimi, Kismet Peshku dhe Shpëtim Peshku u takuan në fshatin Kostenj e më pas qëndruan një natë në prenjas të shtëpia e tezes. Të nesërmen udhëtuan nga Kapshtica rrugës nga mali 6 ditë me radhë. Sapo i afrohen kufirit, pikase nga policia kufitare dhe ndahen në 2 grupe. Hysniu dhe Artani ikën nga njëra anë, ndërsa Shpëtimi, Hajdini dhe Kismeti kapen nga policia dhe mbahen në burg. 2 kushërinj që i shpëtuan objektivit të policisë mbërritën në një fshat të Greqisë dhe filluan punë në një punishte duhani. Por një tjetër episod do t'i përndiqte kushërinjt. Pasi debatuan me pronarin grek, largohen nga aty. Të 2 morën rrugën drejt një shpati mali dhe aty u ndeshën me 2 barinj. Hysniu dhe Artani përfunduan me duar të lidhura të vendosur larg nga njëri tjetri. Hysniu tentoi të largohej dhe u ndoq nga 2 çobanët. Përfitoi edhe Artani. Ishte ai që u tregoi të gjithë episodin familjarëve ndërsa u kthye në prenjas.
2 javë më pas u kthyen dhe Hajdini, Shpëtimi dhe Kismeti, ndërsa i vetmi që mbeti në tokën Helene është Hysniu. Nuk dihet se cili ishte fati i tij atë ditë, pasi u kap dhe u lidh nga 2 çobanët. I vetmi dëshmitari i cili nuk di të thotë me siguri çfarë ndodhi me Hysniun atë ditë, Artani, u largua vetë pas kësaj ndodhie të çuditshme. Kjo është historia e Hysni Peshku, dashur miq, 51 vjeçari, sot nëse është shëndoshë mirë, sepse vitin që humbi e theksoi ka qenë vetëm 18 vjeç dhe la bashorten shtatzën. I biri i tij, sot aktualisht 33 për 34 vjeç me banim në Gjermani ku ka krijuar familjen e tij, është lidhur shpeshherë me redaksinë e emisionit Pa Gjurmë, ka qenë edhe në lidhje direkte me mua dhe ka kërkuar për babain, ku ka përcjell dhe mesazhe, pasi gjithnjë është dyshuar nga familjarët se ndoshta i ka nisur një jetë të re në shtetin grek dhe nga informacionet e pakta që mbritën në familje në vitet 95-97, dyshohet se Hysni Peshku dashurua me një shtetase greke dhe vazhdoi jetesën në Greqi, por e vërteta nuk dihet ende. Ndaj e sjellim në fokus gjithnjë me shpresën që mund të ketë ndonjë lajm, ndonjë informacion. Prandaj kushdo që e njeh Hysni Peshkun është i lutur të lidhet me redaksinë e emisionit Pa Gjurmë, pasi është i biri që e kërkon nga transmetimi i Report TV. Mirë, me historinë e Hysni Peshkut kemi ardhur në fund edhe për ditën e sotme. Unë ju falenderoj që ndruat me mua deri në fund të programit, ne bashkë do ritakojmë sërish. Ju e dini, jemi çdo ditë live ora 16 nga Hana në të premte këtu në ekranin e Report TV. Bashkë mirupafshim.